me trajtimin e të gjeturave dhe të dhanave të cilat raporti i konstaton, dhe të cilat duhet me qenë një plan i veprimit prej qeverisë dhe edhe institucioneve tjera. Problemi më i madh arben në këtë fushë që unë e konstatoj dhe që do duhej me u adresu, është mungesa e komunikimit. Pra, ne kemi një qeveri e cila ka vendosë që një pjesë të madhe të mekanizmave përfaqësues të gazetarëve dhe të mediave, thjesht mos me ulë në tavolinën e debatit dhe në tavolinën e diskutimit. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që asociacioni i mediave audiovizuale, asociacioni i gazetarëve, këshilli i mediave të shkruar, do duhesh të kishin një platformë në të cilën mujnë dhe kanë hapësirë me adresu shqetësimet edhe para qeverisë, edhe para kuvendit. Ky diskutim mungon. Nuk ekziston. Ky diskutim nuk është tentuar më lehtësu. Ky diskutim edhe pse është kritiku mungesa e tij, definitivisht nuk janë ndërtu mekanizma të qartë të cilët promovojnë ndarjen e eksperiencave. Kemi një ambient ku puna e gazetarëve ka nisë me u dehumanizu, ka nisë me u bo si punë me një gjuhë të skajshme të urrejtës e cila punën fisnike punë agjendave të dyshimta, antishtetrore, antikombëtare të tjera. Ne e dim që në diktatura, po edhe në disa sisteme demokratike të cilat shkojnë ka diktaturat, gjithmonë gazetarët shpallën armiq të shtetit, armiq të popullit, armiq të kombit e tjerë, vetëm pse thonë të vërtetën për politikanët e korruptuar dhe për politikanët që nuk dinë me qeverisë mirë vend.